Dashur shok, shoqe, koleg, antar të hershëm dhe antar të rinj të këtij grupi. Urime dhe falënderime njëkohësisht. Urimet gjithë bashk për fitoren e arritur bashkarisht dhe faleminderit gjithkujt ndër ju për vlerën e shtuar që solli secili dhe secila këtu në këtë arritje historike për Partinë Socialiste. Partia s'është qëllim, po mjet për të luftuar për qëllimet. As fitoria në zgjedhje nuk është qëllim vetvete, por për të arritur qëllimet duhet të fitosh zgjedhjet. Fitoret nuk na duhen për të mundur të tjerët, ky nuk është sport, edhe pse ngjan shumë me sportin. Fitoret na duhen për të përmbushur misionin historik që kemi. Për të ndryshuar përgjithënjë Shqipërinë, duke zhvilluar ekonominë, garantuar drejtësinë, përmirësuar arsimin dhe shëndetësinë, forcuar sigurinë, rritur reputacionin ndërkombëtar, ta dheuton dhe bërë histori me antarësimin e vendit ton në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Kemi mësuar se për ta vënë tërësisht në funksion të këtij vendi një fitore të arritur, na duhet një punë e madhe me veten në radhë të parë. Përsëri këtë herë, po akoma më shumë se çdo herë, me ende më shumë thellësi dhe vendosmëri, duhet ta nisim nga vetja për ta ndarë mendjen si duhet mbi disa gjëra që duhen parë ndryshe, duhen kuptuar ndryshe dhe duhen bërë ndryshe. Në nivelin e udhëheqjes partisë, të grupit parlamentar, të qeverisë, padyshim dhe kur flas për nivelin e udhëheqjes, kam parasysh pikërisht këtë grup udhëheqjes që është këtu. Na duhet me dorëmos një mirëkuptim i plot brenda nesh për të siguruar dhe pastaj për të siguruar popullin shqiptar, si edhe familjen e Bashkuar Evropiane, me fjalë të përputhura me veprat se ne do ta përdorim fuqinë e jashtëzakonshme të mandatit 4 në radhë të parë si një fuqi të madhe vetkorrigjuese. Jemi ngjitur aq lart sa askush nuk e ka besuar. Dhe duke u përpjekur të reflektoj për pse ndesinë e kësaj ngjitje, unë besoj se mbi të gjitha kjo ka ndodhur sepse kemi arritur të nxjerrim më shumë nga vetja pas çdo fitoreje. Ne e dim si 1 dhe 1 që bëjnë 2, sa më shumë të vetkorrigjohemi ne, aq më shumë do përmirësohet Shqipëria. Do të përfitojnë shqiptarët dhe do garantohet antarësimi ynë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Unë bashkë me disa të tjerë këtu, gjithmonë më pak, në fakt, nga kohë e vjetër, siç do thoshte Lazgushi, e kemi parë këtë familje të madhe tonën në errësirë dhe në dritë, në dëshpërim dhe në plot besim, për tokë dhe në fluturim. Dhe nuk është asesi e rastit që kur kjo parti ka qenë mirë, Shqipëria ka qenë mirë. Dhe sa më mirë ka qenë kjo parti, aq më mirë ka qenë për Shqipërinë. Ndërsa kur kjo parti s'ka qenë mirë, as Shqipëria s'ka qenë mirë. Dhe sa më jo mirë ka qenë kjo parti, aq më jo mirë ka qenë për Shqipërinë. Kjo është historia
e të gjitha viteve të ekzistencës Partisë Socialiste. Të tjerët nuk duan ta pranojnë realitetin e fakteve. Kjo i ka bërë ata humbës kronik, ndërsa Shqipërinë e ka lënë pa një alternativë sfiduese të Partisë Socialiste. Ata janë futur prej vitesh në spiralen e një lufte absurde me faktet dhe jetojnë në një univers paralel ku Shqipëria që përparon është thjesht propagandë, shumica e shqiptarëve janë të blerë, ndërsa ndërkombëtarët janë pothuajse të gjithë të shitur, vendin e drejton krimi, ndërsa zhvillimin e financon droga, zgjedhjet i fitojnë ata, gjithnjë më thellë, ndërsa ne i vjedhim gjithnjë më shumë. Sa më i madh bëhet ndeku i votave mes tyre dhe nesh, aq më madhështore bëhen përmasat e universit tyre paralel. Këto ditë, universi i tyre paralel është mbushur me thas, rresht, zeza që derdhin nga do shiun e votave të vjedhura, zarfa votash që mësyn nga të katër anët si tufa zoq prej letre, lëshuar vrik nga folet e patronazhistëve tani më jo vetëm në Shqipëri, po mbar botën, trena bulgar që përshkojnë malet dhe luginat e Shqipërisë për t'i xhiruar fletët e votimit dhe shumë fishuar votat e regjimit, vargmalet mbjella me kanabis që lulëzojnë me bekimin e partisë shtet dhe me licencat imagjinare të shtetit parti, kuptohet 1 gram 1 vot, 10 deputet dhe deputete të rinj dhe të reja këtu që kanë dalë nga shpellat e krimit me mandate të grabitura përmes terrorit elektoral të bandave më të rrezikshme të planetit tonë. E vërteta është që ne s'kemi asnjë zhgënjim këtu. Avazi është i njëjti, fiks siç e kemi ditur dhe siç e prisnim dhe siç e paremërova unë me precizionin e atij që tregon një film që e ka parë 10 herë. Ndërkohë ne morëm thjesht frutet e një pune të gjatë, këmbgulse, nganjëherë dërmuese, të programuar në një kalendar qysh pas fitores zgjedhjeve vendore, të zbatuar hap pas hapi, në çdo territor dhe në diasporë, përmes një volumi të jashtëzakonshëm takimesh dhe kontaktesh njerëzore, të cilat sollën dallgën e 11 majit. E rikthyer si një doruntin në një version satirik të legjendës, mbi samarin e listës mbyllur të mushkës gërmuqe të partisë, Josefina e vajtonte një ditë pluralizmin me lotët rrëke mbi një grup zarfash të ardhur nga Greqia drejt Beratit, ku Partia Socialiste kishte marrë mbi 90% vota. Vdiq, thoshte, vdiq pluralizmi. Na e vran, na e prem pluralizmin. No comment, iku cofi pluralizmi. Vdiq kuku e mjera unë të mjerët ne për pluralizmin dhe lotët vu qurk. Pra, ne jemi vrasësit e pluralizmit me që vajtojca Doruntin dhe isombajtësit e saj të knetave mediatike nuk e kanë haberin gjëkundi se si punohet politikisht, organizativisht dhe njerëzisht me diasporën. Berati është në krye të skuadrave që kanë shkëlqyer me rezultatet e përpjekjes tyre të jashtëzakonshme për t'i mobilizuar shqiptarët jashtë vendit e ata të Greqisë specifikisht për zgjedhjen 11 majit. Ne e nisëm kohë më parë
krijuam një bord kombëtar diasporës. Dhe mblidheshim në orën 8 mëngjesit, çdo të hënë, në zume me 100 vetë, ku ndiqnim bashki për bashki ngritjen e një rrjeti vullnetarësh të Partisë Socialiste në të gjithë Greqinë dhe përtej, kudo ku shqiptarët janë. Dhe kur ne bënim këto, Josefina ishte ende në humbtirat e syrgjynit politik, duke qëmtuar në filxhan fatin, që në fund doli fati lum si ai i rikthimit të Dorontinës. Dhe janë 10% për ata, po 90% për ne, në një grup zarfash që vinë nga një pikë e caktuar. Kjo varet vetëm nga sa zgjedhës janë regjistruar dhe kush i ka motivuar më shumë të regjistrohen, është shumë e thjeshtë. Të tjerët janë broçkulla, ku bën pjesë edhe regjimi ynë kriminal. Se është faji ynë që, siç thot ajo fjala popullore, kur ata çohen nga gjumi dhe thon rrush, ne kemi mbushur koshat. Duke e filluar punën për ditën e zgjedhjeve të tjera, sapo ka rënë dielli i zgjedhjeve të kryera. Jemi ne hajdutët pse madhështorëve u mungoi gati 200.000 vota nga 4 vjet më parë. Kur nuk ishin madhështorë, po ishin ku e ku më të organizuar dhe më konkurrues, se sa këtë herë që u ofruan shqiptarëve për kryeministër një kufom ambulante me kapelen e Donald Trumpit. Dhe u premtuan një magji të madhe, si në atë lojën e fëmijëve fluturon gomari. Dhe në fund, gomari nuk fluturoi. Ne ngjitëm Partinë Socialiste në shifrën rekord të 856.318 votash, afërsisht 88.000 më shumë se në vitin 2021, duke praktikisht i 4 fishuar jashtë kufive, ato rreth 35.000 vota më pak, brenda vendit krahasuar me 2021. Por, përveç mandatit të 9 të Vlorës, që edhe për shumë pak mund ta merrnim në Shqipëri dhe e morëm fal shqiptarëve jashtë kufive, të 82 mandatet e tjera i kemi marrë këtu, ku kemi rifituar besimin e shumicës absolute, ashtu siç e parashikuan prej muajsh të gjitha, pa përjashtim, sondazhet publike. Partia Socialiste kaloi këtë herë kufirin e 50%-shit, duke u ngjitur 4 shkallë e gjysmë, nga 48.7% në 53.2%. Fal edhe një organizimi më të mirë kapilar në territor se sa çdo herë tjetër. Por, dhe këtu s'kam asnjë dyshim, edhe fal konkurrencës brendshme me tension të lartë gare shpeshherë, ku eksperienca e deputetëve aktual, energjia e prurjeve të reja dhe puna e madhe këmbgulse e të gjithëve pa dallim, solli vlerën e shtuar të secilit dhe të secilës për rezultatin historik të gjithë Partisë Socialiste. Dhe këtu duhet përgëzoj posaçërisht drejtuesit dhe drejtueset e qarqeve, të cilët këtë herë, ndryshe nga çdo herë tjetër, e nisën prej shtatorit shkuar qëmtimin e kandidaturave potenciale. Qysh në dhjetor arritën të draftojnë listat e gjëra provizore, mbi të cilat pastaj u punua për të nxjerrë formacionet përfundimtare. Dhe kur më parë, formacionet përfundimtare nuk kanë qenë më të përputhura me ambicien për rezultatin. Dhe më pasqyruese të gjitha ndjeshmërive të territorit, por edhe
të objektivave dhe nevojave të partisë. Një përgëzim edhe për drejtuesen dhe për koordinatorët e platformës deputeti që duam, cila na dha shumë dorë në identifikimin e jo pak profileve cilësore. Disa prej tyre do t'jenë në Kuvendin e Ri, ndërkohë që një sër të tjerësh që nuk fituan apo nuk u përfshin fare në formacionet përfundimtare, do t'i angazhojmë në detyrat të tjera nëse natyrisht do t'jenë gatshëm për këtë. Besoj se tani dhe disa nga shokët dhe shoqet që kishin rezerva për ashpërsimin e garës brenda llojit, nga meraku i konfuzionit dhe i sekëldis brenda familjes son, janë bindur se përtej stresit të pashmangshëm të çdo njërit, normal për garën, gara e brendshme solli një rendiment të lartë kolektiv. Ndërsa madhështorët ranë me kokë të poshtë, afro 14 shkallë nga 2021, në nivelin 32.9%, pasi zhvilluan dhe në territor një garë që ishte aq inekzistente, sa unë e dëgjoja kudo kur lëvizën për Shqipëri edhe nga njerëzit tanë, siç e keni dëgjuar ju me siguri shumë më tepër se unë, që më thoshin nuk i shohim gjëkundi, s'na ka bërë baki. Veç nësë mos pashin në një strategji befasie në fund që s'po e marrin vesh. Ishte kështu dhe. Në fakt, s'kishte asgjë për të marrë vesh, sepse gomari nuk do fluturonte, dhe përtej asaj që duke i shije i kuptohej prej kohësh me sytë lirë nga larg, ishte asgjëja. Por fatkeqësisht, dhe e them me shumë sinqeritet dhe me keqardhje, politika shqiptare do të vazhdojë të mbetet e tillë skizofrenike e ndarë në dy universe paralele. Dhe ende më fatkeqësisht ky universi ynë, Shqipëria që përpiqet, punon, përparon, ecën, bie, ngrihet, gabon, vazhdon ecën përsëri, rritet dhe forcohet hap pas hapi, duke u çmuar dhe duke u respektuar ndërkombëtarisht, dhe duke ngjitur gjithnjë më shpejt shkallët drejt majës së antarësinë në Bashkinë Evropian, do vazhdoj të mos reflektohet në pasqyrat mediatike përveç se si një bisht, një Shqipëri e llafesh, fashethemesh, sharjesh, grindjesh dhe sherresh. Në atë Shqipëri të pakicës, ku firi mes fakteve dhe opinioneve është fshirë, dhe lajthaj janë 40 vetë që sjellin vërdall audienca të tëra, kanal në kanal dhe portal në portal, pa nguruar të shpifin, gënjejnë, akuzojnë pas një provë, dhe deri edhe të bëjnë atë që bën së fundmi, t'i vënë diagnoza shumicës popullit si e sëmur, e shitur dhe e trëmbur. Me që mendon shumica e popullit se vendi po shkon drejtimin e dur dhe voton për Partinë Socialiste. Lajmi i mirë është që shumica nuk u beson më dhe edhe kur i dëgjon për të kaluar kohën. Lajmi i keq është që kjo s'ka për ndryshuar, përkundrazi ka për të përkeqësuar. Deri kur të ndryshojë mendësia dhe mënyra e të bërit opozitë. Dhe pastaj dhe mendësia dhe mënyra e të bërit lajme dhe debate për politikën në për media. Është shumë e qartë se për sa kohë opozita politike do t'jetë e kapur si një pul qorre në kthetrat e një kryeplaku tiranik, i cili s'ka lënë zezë pa bërë dhe tani më është bërë vete zeza e Partisë Demokratike, ky vend nuk do të ketë dot një opozitë sfiduese për ne dhe të votueshme nga shumica e shqiptarëve, por vetëm një kënet gjithnjë më zhgënjyese edhe për vetë ndjekësit e saj,
të cilit ishin të shumë që qëndruan në shtëpi më 11 maj, se ne votat tona kemi marrë përsëri. Ndërkohë që ato 200.000 që mungojnë janë ata që qëndruan në shtëpi ose zgjodhen të vetë ngushëllohen në ca drejtime të tjera. Po t'ishte Luli do i kishte rënë shkurt, do thoshte kanë vdekur. Ndërkohë që këta të tjerët që i bien më gjatë do vazhdojmë tonë që i kemi blerë ne. Por llogaria nuk del. Matematika nuk del. Përsëri. Dhe gjithsesi kjo katandisje keq e më keq e asaj që lindi si partia e rinisë shqiptare. Për liri dhe demokraci dhe që sot është bërë uturaku i një 80 e ca vjeçari të pashpres, non grata me vull dhe non grata me vot, nuk është as zgjedhja jon dhe nuk është as problemi ynë për zgjidhur. Na u desh muajt e fundit të merremi me atë uturak madhështor për arsyet e pashmangshme të ballafaqimit zgjedhor, që personalisht shumë sinqerisht unë e bëra vetëm nga halli, dhe as pak nga malli kur i thon fjalës, por tani le t'i lëm në Lucën, ku llokoqiten prej 12 vjetësh dhe ku do vazhdojnë të llokoqiten duke u zhytur poshtë e më poshtë dhe duke humbur fillin keq e më keq. Ne nuk duhet humbasim energji dhe kohë me ta, përveç taksiratit përballjes pashmangshme në universin e tyre paralel brenda mureve të jetës parlamentare, se aty nuk kemi ç'a bëjmë. Miq, me mandatin e parë populli na dha privilegjin e besimit të tij, duke na dhënë mundësinë të hapim një rrugë të re shtetbërje demokratike, përmes reformash të vënuara në vite dhe mbi të gjitha pavarësimit drejtësisë nga pushteti politik. Ne i hym detit në këmbë dhe duke marrë në sy dhe rrezikun e rënies qeverisë së koalicionit mandatën e parë, për shkak të kundërshtive të reformës në drejtësi, ja dolëm ta pavarësojmë drejtësinë dhe t'i hapim rrugë një pastrimi historik të kanaleve të drejtësisë. Shqipëria nisi të marrë më shumë frymë. Me mandatën e dytë, populli na e ridha privilegjin e besimit të tij, duke na dhënë mundësinë e madhe të vazhdimit të qeverisjes, po pa të tjerë në prehër. Fillimisht tërmeti, më pas pandemia, e bën mandatën e dytë një mandat ekzistencial, betejë për të ringritur mbi gërmadhe dhe një shkatrimi maramëndës dhe për të rezistuar pa u rrëzuar përsëri në kushtet e një izolimi maramëndës. Në fund, Shqipëria doli më e fortë. Dhe unë besoj se ai mandat forcoi edhe karakterin tonë. Me mandatin e tretë, populli na e ridha përsëri privilegjin e besimit të tij për ta ngjitur Shqipërinë më lart. Jo vetëm në sytë tanë, por edhe në sytë e Europës dhe të botës. Hapëm më në fund negociatat me Bashkimin Evropian dhe e kthyem vendin nga një vrimë e zezë në syrin e dynjallëkut në një destinacion të ri evropian. Mbledhja në Tiranë e komunitetit politik evropian ishte si një vulë mbi certifikatën e rilindjes së Shqipërisë. Por mandati i katërt, që sapo kemi marrë, është një histori krejt në vete sipas meje. Dhe nëse në familjen tonë të madhe fitoria 11 majit matet me kënaqësinë e numrit historik të mandateve që morëm, për ne, të gjithë ne që jemi këtu, trupën udhëheqëse të kësaj familje, mandati i katërt duhet matet me
barën e stërmadhet një përgjegjësie historike, të cilën populli shqiptar e hodhi mbi supet tona, me peshën e jashtëzakonshme të plot 83 mandate. Janë 83 gur në kurriz. Dy ditë, mos gabohem, pas 11 majit, të martën, erdhi një gazetar i huaj tek selia e Partisë Socialiste, e po më shikonte si me çudi, nuk dukeshta i lumtur, sigur ke fituar. Shëgjyri thash, faleminderit që ma the se më lehtësove, se po të dukesha i lumtur akoma sot që ndeshja ka mbaruar, nuk do kisha kuptuar asgjë nga ajo që ka ndodhur. Dhe nga domethënia e mandatit 4 me një mbështetje kaq masive. Ky nuk është një mandat i radhës. Ky është një amanet që vjen nga shumë larg. Dhe që ne patëm fatin të ndodhemi në kohën dhe në vendin e dur dhe kemi privilegjin të na jepet mundësia ta çojmë në vend. Duke kthyer 4 vitet që vinë në provën më të madhe të karakterit dhe të atë dashurisë për ta ngjitur Shqipërinë 2030 në majën ku qëndron shtëpia e Bashkimit Evropian. Dhe gjithë ne këtu jemi të parët që duhet t'ja nxjerrim deri në fund të gjithë kuptimin e kësaj prove zjarri dhe duhet t'ja caktojmë radh parë vetes si individ, pastaj si skuadër, peshat që duhet mbajmë me do e mos. Në radh parë atë të karakterit dhe atë të atë dashurisë, për ta udhëhequr me forcën e shembullit të gjithë armatën e madhe të kësaj betejë për historinë. Duke bërë punën tonë me krenari kombëtare, me dinjitet qytetar, me urtësi politike dhe me përkushtim profesional. E gjitha këto duke i mishëruar me një ndjenjë kuptim plot solidariteti mes nesh. Duhet të them vllazërisht gjithë atyre që në shtator nuk do rikthehen në parlament që unë u mirëkuptoj plotësisht mërzinë për humbjen e garës individuale. Nuk ka garë individuale që mund ta humbasësh pa u mërzitur. Edhe kur luan me fëmijët me top. Ke një moment mërzie nëse kupton që ti s'je më ai i pari dhe ata nuk janë më ai të vegjël, prandaj u munde. Por i siguroj se nëse do ta shohin humbjen e vendit punës në thonjza si një mundësi të re për një eksperiencë të re personale dhe profesionale në një vend tjetër pune, po në shërbim të të njëjtave qëllime të përbashkëta, si fitues të mandatit historik të 11 majit, atëherë jo vetëm që do të vazhdojnë të jenë të dobishëm, shumë dobishëm për këtë familje dhe për Shqipërinë, po do të pasurojnë karrierën e tyre politike e profesionale, dhe nëse dëshirojnë të rikthehen në kuvend, do mund të garojnë përsëri në të ardhmen. Natyrisht që nuk është ky vendi përshtruar dhe shtjelluar të gjithë problematikën e gjerë që ka mandati i 4, por përpara se ta mbyll këtë fjalë, që është një fjalë përgëzimi, po dhe angazhimi të përbashkët, duhet të prek nevojën emergjente që kemi për të ndërtuar në këta muaj tranzicioni mes 2 mandateve
një bazë nisje posaçme, që rruga drejt finishit të Shqipërisë 2030 të nisë me hapat e dur dhe me shpejtësinë e dur, dhe njëkohësisht të karakterizohet nga një qasje vetë korrigjuese në çdo drejtim dhe në çdo hap. Për këtë na duhet një volum pune përgatitore i konsiderueshëm deri në shtator, besoj biem dakord, dhe po prek shumë përciptas disa pika që ju ftoj t'i pasurojmë ditë në vijim me propozime tjera. Spari Akademia Politike duhet hap në gjysmën e dytë qershorit një sesion të posaçëm për të gjithë deputetët dhe deputetet që do të hyjnë për herë të parë në kuvend, ku do duhet edhe ndihma e kontributi deputetëve dhe deputeteve me përvojë, pavarësisht nëse do të jenë apo s'do të jenë në legislaturën e ardhshme në kuvend, dhe besoj që nuk do të mungoj gatishmëria për të ndihmë. E dyta, duhet të organizojmë disa mbledhje të mëdha pune, një apo dy ditore, në Tiranë dhe jashtë Tiranës, me grupet kyçe të interesit për suksesin e mandatit 4, ku t'ulemi shumë shtruar dhe të përpiqemi të marrim vesh sa më shumë, në mënyrë që të kuptojmë sa më shumë se sa dhe ku dhe si duhet vetë korrigjohemi, me protagonistët e botës së inovacionit teknologjik, me fermerët dhe me agropërpunuesit, me përfaqësuesit e ndërmarrjeve prodhuese, dhe me radhë lista është e hapur për propozime, por thelbi është që është një kohë e artë dhe është një nevojë jetike që ne dëgjimin e njerëzve që jetojnë për ditë me problematikat që ne përpiqemi t'i zgjidhim nga larg dhe nga lart, ta bëjmë shterus. Jam i bindur që do mësojmë shumë dhe do jemi më të sigurt në hapat që do hedhim më tej. Dhe streti në udhëheqjen e drejtuesve politik duhet të nisim menjëherë përgatitjen e hartave të veprimit për zhvillimin e qarqeve drejt Shqipërisë 2030, si dhe duhet nisim menjëherë paralelisht punën për zgjedhjet e ardhshme vendore. Ky mandat që sapo kemi marrë nuk është një pjedestal për t'i parë tjerët nga lart poshtë, po është një kryq përgjegjësie dhe nuk e egzageroj, për të mbajtur me përulësinë dhe përkushtimin më të madh. E për t'ju dhënë një ide që këtu s'ka asnjë egzagerim, projektohuni 4 vite më pas dhe imagjinojeni që ne të mos e kemi shpërblyer me fakte, me rezultate dhe me flamurin kombëtar në majën më të lartë, gjithë këtë besim që morëm nga shqiptarë. Nuk do kishte pozitë më të vështirë për ne, që jemi shërimi i këtij besimi, dhe nuk do kishte epizod më të rrezikshëm për Partinë Socialiste të dekadës ardhshme. 83 mandate nuk janë në asnjë mënyrë për të treguar se kush jemi ne. Po kush mundet dhe do të jetë me ndihmën e Zotit Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian. Qenia jonë një karrige larg shumicës cilësuar, diçka që ase imagjinonin kur e kemi nisur këtë rrugë, nuk duhet na trimëroj në kuptimin që të bëhemi
si ajo shpreha i riu si veriu, po duhet të na urtësoj në kuptimin që ti mendojmë dy herë. Veprimet që duhet ndërmarrim. Njësoj siç një boksier i peshës rënd mendohet 2 apo më shumë herë nëse ka përballë një të peshës lehtë që i cingëris nerva. Në thelb, e kjo është shumë e rëndësishme, e vërteta është që ne jemi 83 deputet dhe deputete, po nuk kemi 83 mandate, kemi vetëm një mandat. Mandatin e Partisë Socialiste, dhe madje më shumë se për çdo gjë tjetër, ky numër kaq i madh atje në sallë, na vlen që gjithkusht ta di se është i nevojshëm si çdo kusht tjetër, po është më i padomosdoshëm se asnjëherë tjetër. Prandaj, nga unë i pari të gjithë në rresht, kokulur përpara atyre 856.318 shqiptarëve e shqiptareve, duke hequr këtu votat që kemi dhënë vetë, të cilët na zgjodhen si përfaqësinë e tyre më të lartë në momentin më historik që ne kemi ndeshur në rrugtimin tonë. Kur them ne, them përsëri tek ata pak shok që kanë mbetur nga kohë e vjetër këtu bashkë me mua, na zgjodhen për të kujdesur që ëndrat dhe shpresat e tyre të ushqehen me punë palodhur dhe me rezultate të vazhdueshme për Shqipërinë, që problemet e tyre të adresohen me përkushtim, që hallet e tyre të qahen edhe kur nuk zgjidhen dot, dhe këtu hap një klap që ne të kujdesemi që këtë ta bëjnë dhe ata që nën hijen ton harojnë se një hall që nuk zgjidhet kur edhe nuk qahet është një grusht në fytyrën e nevojtarit. Dhe na kanë zgjedhur që meritat e tyre dhe të fëmijëve të tyre të njihen dhe kur ata nuk njohin asnjëri. Ne nuk japim dot drejtësi për shumë shqiptar që akoma enden pafundësisht në pritje drejtësisë. Ne nuk korrigjojmë dot gafat dhe poshtërsitë që akoma ndodhin në dëm të së drejtës së njerëzve të zakonshëm në sallat e gjyqeve dhe në dëm të shtetit po ashtu. Një parantezë këtu, sot kemi humbur një gjyq në apel ku i kërkohet shtetit të paguaj 500.000 euro për një përplasje me makinë përpara një 8 vjetësh në një rrugë ku s'ka pasur lavdi Zotit as të vdekur dhe as plagosur, dhe ku shoferi me bashk shoferen apo shoferin kanë pasur vizionin që të hedhin shtetin në gjyq si rezultat i përplasjes me makinë dhe i rrezikut për jetën. Dhe ndërkohë që janë të panumërt shqiptarët që presin apelin me vite të tëra, ndërkohë që janë flagrante rastet që ne presim apelin e apelit, madje, në gjykatën administrative me muaj të tëra, ky vendim është marrë me një shpejtësi të rrufeshme brenda një dite dhe shteti është goditur me 500.000 euro. Pra, as për shtetin ne nuk i korrigjojmë dot me dorën tonë, gafat apo poshtërsitë që ndodhin akoma në sallat e gjyqeve. Ne nuk kemi në dorë fatin e askujt prapa dyerve të pushtetit gjyqësor. Po ama ne kemi në dorë dy gjëra shumë të rëndësishme për fatin e drejtësisë
në Shqipërinë 2030 dhe pastaj më tutje e para të udhëheqim me forcën e shëmbullit duke qenë sa më drejt ne në vendimet dhe në qëndrimet tona. Dhe e dyta, të jemi mburoj e pathyeshme e pavarësisë së institucioneve drejtësisë, duke filluar nga SPAK-u, natyrisht, të cilin do të vazhdojmë ta mbështesim pa asnjë ekivok. Sepse përtej të gjitha gjërave që mund mos shkojnë, apo që realisht nuk shkojnë, mësimi nga historia jonë dhe nga të gjitha historitë e atyre që ja kanë dalë në luftrat dhe betejat për të ndërtuar shtetet të së drejtës është që nuk ka një rrugë tjetër. Pavarësia e drejtësisë dhe mbrojtja e saj me çdo kosto edhe mbi trupin tënd është e vetmja rrugë. Dhe ne do të qëndrojmë të palëkundur në të vetmen rrugë. Shok dhe shoqe, nuk e di sa, po arrita përçoj ndjesinë time shumë të fortë që mandati i 4 ne na ka futur në një fazë të re të ekzistencës sonë si partia më e madhe e shqiptarëve, ku nuk mjafton më fare që të jemi më të mirë se të tjerët. Aq më tepër kur tjerët janë në sybet. Tani duhet jemi me do e mos më të mirë se vetvetja, dhe çdo ditë duhet ta nisim me këtë ambicie, që të nxjerrim më të mirën nga vetja dhe të kërkojmë më të mirën tek njëri tjetri. Arsye për të kërkuar dhe për të nxjerrë nga tjetri më të keqen, mund të jesh për ditë me çdo qenie njerëzore me të cilën hasësh, sepse s'ka qenie njerëzore perfekte. Ndërsa të gjesh arsye për të nxjerrë më të mirën nga tjetri, është sa më e vështirë, por është mënyra se si bëhet historia e atyre që din të fitojnë dhe din që të bëjnë me fitore. Kërkuam nga shqiptarët një mandat për historinë, shqiptarët na dhanë një mandat për historinë. Dhe prandaj nuk gjeta diçka më përshtatshme për ta mbyllur sesa fjalët e një burri të madh Václav Havelit. Forca më e madhe e politikës është forca morale e qëllimit. Mos ta harrojmë se ne nuk do të na vlerësoj njeri për sa gjatë kemi qëndruar në pushtet. Por përse ku e ngjitëm Shqipërinë me pushtetin që shqiptarët na e deleguan më gjatë se sa askujt tjetër. Ky ishte qëllimi që u dha 856.318 shqiptarëve forcën morale që të na besojnë mandatin e 4. Dhe te ky qëllim buron edhe gjithë forca morale që duhet ketë mandati i 4. Kurse si nuk duhet harruar se më shumë se sa i yni, ky është mandati i fëmijëve të sotëm të Shqipërisë. I të gjithë fëmijëve të Shqipërisë, edhe i atyre të prindërve që u hodhën me kokë në kënet në 11 maj. Dhe për të gjithë fëmijët e Shqipërisë në këtë mandat, e për forcën e madhe morale që ka qëllimi i këtij mandati, që është Shqipëria në majën ku ndodhet shtëpia e Bashkimit Evropian, ne duhet të udhëheqim jo si politikan të zgjedhur për të ulur në një karige të rëndësishme për 4 vjet, por si udhërëfysit e një të përpjetët fundit, pas të cilës Shqipëria patjetër që do të ketë maja të tjera për të kapur, por nuk do përndishet më kurrë dot nga hijet e zeza të historisë së saj.
Kjo nuk është pak, kjo është shumë, dhe parafitëroheni se sa shumë është, që fati e desh që në këtë moment të historisë të ndodhemi ne në vendin e duhur dhe mbi të gjitha populli e desh që ne të merrim gjithë të besim për të merituar. Ju falenderoj shumë për durimin dhe na qoftë të mbar ngjitja e kësaj përpjete të gjithëve së bashku, secili dhe secila në pjesën e vet të llogores, një llogore shumë e gjatë që kërkon shumë fishin e forcave që ne kemi këtu dhe është detyra jonë që ti angazhojmë, ti mobilizojmë dhe ti çojmë në betejë. Faleminderit.